njeri vun prej traumave, këta i thojnë shko te hoxha se ki siher. A ka bërë ndonjëherë me pas përfundim që kjo gjendje që realisht është shumë shqetësuese. As nuk merren saktësisht me problemin, me pa ku e ka dhimbjen personi, çka i ka ndodhur personit, po veç ki siher. A e dini pse ndodh kjo? Se gjithmonë kur një problemi t'ja qesim një emër misterioz, na duket më e lehtë mi përballu. Se sa mu marr me vet problemin. S'është e nevojshme dhimbjet e traumat mi fshih mrapa sihrit. Edhe pse ka dash Zoti Hoxhallarët sot ju tregojnë shumë qartë njerëzve, nuk je për mu, shko te një psikolog. E ata jo vetëm që nuk shkojnë te psikologu, po shkojnë te ai hoxha tjetër. Pse shkon te ai hoxha tjetër? Në mënyrë që mos mu ballafaqu me traumat edhe dhimbjet e veta, sepse shumë më lehtë është me thonë kom seher. Sado që na shumë sene tentojmë me i trajtu jashtë vetes, s'duhet me harru se pavarësisht kësaj lufte që na e bojmë, ato hala vazhdojnë me jetu mrenda nesh. S'do me thonë që s'duhet me shku te hoxha mu konsultu ose me burukje. Po kur hoxha të thot si je për mu, s'ke nevojë me shku te ai hoxha tjetër veç pse ke pa të bun tag në një grup shumë herë.